Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. I tillë është dënimi i Allahut ndaj popullit që bën zullum. Njeriu mund të trishtohet dhe të mirohet për arsye të ndryshme, disa prej të cilave janë keqbërja ndaj të tjerëve, uzurpimi i të drejtave të tyre dhe lëndimi i të dobtëve. Një njeri i urtë ka thënë: "Kia frikën atij që nuk gjen ndihmës ndaj padrejtësisë tënde përveç Allahut." Historia e popujve ka lënë shembuj therrës për atë që i gjen shtypsit. Është rasti i Amiri ibn Tufejlit, i cili thuri planin për të vrarë pejgamberin, që u lut më pas ndaj tij. Amiri u pllakos me një gjendër të zmadhuar dhe pas një ore çirjesh nga dhimbjet pësoi një vdekje torturuese. Erbed ibn Kejsi e fyente pejgamberin dhe donte ta vriste. I dërguari i Allahut u lut edhe kundër tij. Allahu lëshoi rufen mbi Erbedin, duke e pjekur në vend atë dhe deven e tij. Pak pasi Haxhaxhi ekzekutoi Said ibn Xhubeirin, ky u lut dhe tha: "O Allah, mos i jep atij fuqi mbi askënd pas meje." Haxhaxhi u kaplua nga helmimi në dorë, i cili shpejt ju përhap në trup. Ai filloi të ankojë dhe të rënkonte si një lop, dhe më në fund vdiq në gjendje të mjeruar. Sufjan e Theuri ishte fshehur për një kohë të gjatë për shkak të kërcënimeve nga Ebu Xhafer el-Mansuri. Ebu Xhaferi ishte drejtuar për në Qabe, ndërsa Sufjani ndodhej brenda territorit të saj. Ai u kap pas perdeve të Qabes dhe ju lut Allahut me ngulm të mos e linte Ebu Xhaferin të futej në shtëpinë e tij. Ebu Xhaferi vdiq pak para se të mbrinte kufijtë e jashtëm të Mekës. Kadiu Mutezil Ahmed ibn Ebu Duad mori pjesë në lëndimin e Imam Ahmed ibn Hanbelit. Imam Ahmedi u lut kundër tij dhe Allahu e paralizoi ibn Ebu Duadin në njërën anë të trupit. Më pas, atë e dëgjuan të thonte: "Sa për njërën gjysmë të trupit tim, nëse një flutur do të ulej mbi të, do të më dukej sikur ka ardhur dita e Kiametit. Sa për anën tjetër, po ta prisnin copash me gërshër, nuk do të ndjeja asgjë." Imam Ahmedi, i cili u shkel dhe u nëpërkëm shumë, u lut edhe ndaj ministrit Ali ibn Zayat. Allahu i dha dorë të lirë dikujt për ta torturuar dhe vrarë atë. Ai e vendosi në një furrë dhe i nguli gozhda në kokë. Gjatë sundimit të Xhemal Abdul Naserit, Hamza el Basjuni torturoi shumë musliman në burg. Ai talli me paturpsi: "Ku është Zoti juaj që ta lidh me hekura? I lartë madhëruar është Allahu për mbi atë që thonë zullumqarët." Një kamion e shtypi makinën e Hamzait duke e lënë të vrarë në vend, dhe kamioni transportonte shufra hekuri. Njëra prej shufrave i hyri atij në kokë dhe ju fut deri në zor. Ekipi i shpëtimit s'mundi ta nxirrte atë nga makina veç se në copa. Disa ajete kuranore pohojnë: "E ai dhe ushtria e tij u sollën me kapardisje mbi tokë dhe pa të drejtë, dhe menduan se nuk do të kthehen tek ne. Dhe ata thanë: Kush është më i fortë se ne? A nuk e ditën se Allahu i cili i krijoi është më i fortë se ata?" I ngjashëm është edhe rasti i Salah Nasrit, i cili ishte generali Abdul Naserit që njihej për krime dhe zullum mbi tokë. Ai u sëmur me 10 sëmundje të rënda kronike. Ai jetoi për shumë vite në mjerim dhe doktorët nuk mundën t'i gjenin shërim. Në fund, ai vdiqi poshtruar në burgjet e po atyre liderëve të cilët ai dikur u shërbente, të cilët e tepruan me krime mbi tokë dhe shtuan në të shkatërimin, e Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh. Një hadith tregon se pejgamberi
ka thënë: Pa dyshim, Allahu e zgjat jetën e shtypsit gjersa e merr atë, dhe atëherë nuk ka shpëtim. Ruajuni nga duaja e të shtypurit, sepse pa dyshim, midis saj dhe Allahut nuk ka perde. Duaja e të shtypurit. Ibrahim e Temimi ka thënë një herë: Kur dikush më bën pa drejtësi, unë ja shpërblej me një akt mirësie. Një herë, një njeriu të devotshëm nga Horasani i vodhën ca para dhe ai filloi të qante. Fudeli e pa në atë gjendje dhe e pyeti: Përse po qan? Ai ju përgjigj: Mu kujtua se Allahu do të na mbledh të dyve në ditën e gjykimit, dhe qava duke ndjerë keqardhje për të. Një njeri shahu një dietar nga brezat e hershëm të Islamit. Si përgjigje, dietari i dha atij një tas me hurma, dhe kur më vonë e pyetën për dhuratën, ai u përgjigj: Sepse ai më bëri nder, duke marrë nga gjunahet e mia dhe duke më dhënë nga sevabet e tija. Të paturit e shokëve është domosdoshmëri. Çdo rob i Allahut ka nevojë për një vëlla që ta dojë e ta ndihmojë, të ndajë gëzimet dhe hidhrimet me të, e të shkëmbejë dëmshuri të ndërsjellët. Ajetet kuranore tregojnë: Dhe cakto më një ndihmës nga familja ime, Harunin, vllajin tim. Rrit ma fuqinë përmes tij dhe bëma shok në punën time, që të madhërojmë shumë dhe të kujtojmë pa rreshtur. Ata janë miq të njëri tjetrit. Pa dyshim, Allahu i do ata që luftojnë në çështjen e tij në rreshta, si të ishin një fortesë. Dhe ai i ka bashkuar zemrat e tyre. Besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit. Çështja që po diskutojmë ka të bëjë me temën e librit, sepse të pasurit e një shoku të mirë e të vlefshëm i sjell zemrës hare. Pejgamberi ka transmetuar se Allahu ka thënë: Ku janë ata që e duan njëri tjetrin për shkak të madhërisë sime? Sot do u siguroj hije, në ditën kur nuk ka hije përveç hije sime. Dy njerëz që e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, bashkohen për atë dashuri dhe ndahen po për të. Siguria është domosdoshmëri fetare dhe racionale. Ajetet kuranore rreth kësaj janë të shumta. Disa prej tyre tregojnë: Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatëruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Pra le ta adhurojmë Zotin e kësaj shtëpie, i cili i ushqeu pasurisë dhe i siguroi prej çdo frike. Po a nuk u siguruam ne atyre një vend të shenjtë e të sigurt? E kush hyn në të është i sigurt. Atëherë përcille deri në vendin e tij të sigurt. Pejgamberi citohet të këtë thënë: Ai që e kalon natën i sigurt në shtëpi, me trup të shëndetshëm dhe furnizim të mjaftueshëm për ditën e tij, është sikur të ketë fituar të gjithë botën. Siguria e zemrës është besimi dhe njohja me bindje së vërtetës. Siguria e shtëpisë është liria e saj nga turpi dhe devijimi, si dhe të qenurit e saj plot me udhëzim hyjnor. Siguria e umetit tonë është të qenurit e tij bashkuar përmes dashurisë, të themeluar mbi drejtësinë dhe zbatimin e sheriatit, kurse frika është armiku i sigurisë. Duke cituar Kuranin: Ai doli prej aty i friksuar. Ndaj, mos ju friksoni atyre, por mua. Kështu pra nuk ka qetësi për frikacakun e as siguri për jo besimtarin, dhe as jetë të paqët për të sëmurin. Për Allah, sa e mirë është jeta e kësaj bote. Nëse jeni të suksesshëm,
në njërin aspekt të saj, me siguri do t'jeni të dobët në një tjetër. Nëse vjen pasuria, pason sëmundje. Nëse trupin e keni të shëndosh, do të dalë një bar tjetër. Dhe kur gjithçka duket se shkon mirë dhe më në fund ndjeni një farë stabiliteti, jeni gati për arkivol. Një poet arab i quajtur El Asha nga Nejdi ishte drejtuar për tek profeti, për ta lavdëruar atë me vargje dhe për të pranuar Islamin. Ebu Sufjani i ofroi atij 100 deve për të hequr dorë nga kjo nisp dhe për t'u kthyer në shtëpi. Ai e pranoi ofertën dhe u nis me devet e tij. Për t'u kthyer, ai hipi mbi deve, por ajo shpejt filloi të tërboi dhe erëzoi, duke e hedhur në tokë. Çka bëri t'i thyej qafa e të vdiste. Ai u largua nga kjo botë pa arritur as përfitim shpirtëror e as material. Lavdi e shueshme. Lumturia, nëse është e vërtet, duhet të jetë e vazhdueshme në praninë e saj dhe e plot nëpër masa. Kur them vazhdimisht e pranishme, nënkuptoj se ajo nuk duhet të ndërpritet nga shqetësimi dhe se duhet të ekzistojë për njeriu si në këtë botë, ashtu edhe në tjetrën. Përsosja e saj arrihet kur asnjëra nuk zvoglohet apo prishet nga hallet apo shqetësimet. Numan ibn El Mundhiri, një mbret i Irakut, u ul në një pemë për të shlodhur dhe për të pirë alkol. Ai thiri Adi ibn Zeidin, një njeri të urtë që ta këshillonte. Adiu i tha: "O mbret, a e di se ç'thot kjo pemë?" Mbreti ju përgjigj: "Jo, çfarë thot?" Adiu i tha: "Shumë njerëz kërkuan prehje në degët e mia për të pirë verë përzierë me ujë të kulluar, por koha shpejt atyre u apunoi me të këqija, sepse e tillë është ajo. S'rri gjë pa ndryshuar." I tmerruar nga ajo që mund ta priste, mbreti u hidhurua shumë. Ai e la pijen dhe mbeti mjeran derisa vdiq. Teksa perandori Shahinshah i Iranit festoi 2500 vjetorin e mbretërisë persiane, ai filloi të bënte plane për zgjerimin e pushtetit të tij në toka të tjera. Pastaj, sa hape mbyll syt, ai e humbi pushtetin dhe urzua nga froni më 1979. Kurani na udhëzon: "Ti ja jep pushtetin atij që do ti, dhe ja merr pushtetin atij që do ti." I përndjekur nga kështjella dhe bote e tij, ai vdiq në egzil si një i varfër në kurbet. Asnjëri nuk derdhi lot për të. Sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe arat të bukura e vende të bukura, dhe sa të mira që i kanë përjetuar. Një rast i ngjashëm është ai i Ceausescut, presidentit rumun. Ai sundoi për 25 vjet dhe kishte një gardë prej 70.000 vetësh, por në fund vetë populli i tij i arrëthoi kështjellën. Ata ja coptuan trupin e pushkatuar. Kurani na tregon: "Po ne atë dhe pallatin e tij e rrafshuam, dhe veç Allahut nuk pati ndonjë që ta mbroj, e as vetë nuk pati mundësi të mbrohej." Kështu ai vdiq pa patur asgjë për të treguar nga sundimi i tij i gjatë. Ai s'mori asnjë të mirë nga kjo botë dhe asnjë perspektivë për përjetësinë. Një tjetër shembull është presidenti i Filipinas Marcos. Ai mblodhi pasuri dhe pushtet për vete duke mbjellur mjerim për popullin e vet. Pastaj, Allahu e bëri të ndjente po atë mjerim, sepse atë e përzun nga vendi, familja dhe pasuria e tij. Pa gjetur strofë ku të futej, ai vdiq i poshtruar, dhe njerëzit e tij refuzuan t'ia lejonin të varrosej në Filipine. Disa ajete kuranore tregojnë: "A nuk u bëri planin e tyre të dështuar? Ndaj Allahu e dënoi atë tmerrsisht për këtë të fundit dhe për atë të parën. Kështu, ne e dënuam secilin për gjunahet e tij."